Mirëmëngjes dhe përshëndetje nga Korça. E bën gjumin si shqerë, ta hapen sytë dhe shikon orën 6. Edhe jenë kopër me gjumë. E thash dal nga bujtina, ta shikoj qytetin në këto orë të mëngjesit. Për ndonjë kafe, po që në kanë mbyllur të tëra. Ja, këtu, në katedralja. Bukur, si gjithmonë. Këtë godinë moderne nuk e kuptoj shumë. Ka ca vrima aty si boshllëqe që mund të krijojnë ndonjë ndriçim. S'ka përfunduar plotësisht. Këtu afër katedrales është. Shikojeni dhe vetë. Këtu në fotografi duket ndryshe. Diçka moderne. Mbasi do duket bukur me ato boshllëqet brenda në ndriçim. Këtu kemi vajtur për kafe, bukur, me ashensor, ngjitesh lart, shikon Korçën. Hotel Borova, e restauruar. Bukur Korça, e ngarkuar me disa godina dhe me disa arkitektura, si të them, jo tradicionale, megjithatë tradicionale, varet si e kuptojmë. Se në një traditë ndërtimesh tipike, vetëm në zonën e Rrugicave mundet të gjesh Mitropolis. Edhe aty janë ndërtuar shtëpitë, vila, janë përshtatur mirë, po prapë çfarë traditë të themi, s'ka problem, rëndësi ka pastërtia, komoditeti, bukuria në tërësi pamore e qytetit. Si që banë është biblioteka, vetëm se është godinë e re dhe thua. Mirëmëngjes. Mëngjes, si vit. Shumë mirë. Ja. Ish komiteti i famshëm i partisë. Sa gjëra gatueshin. Edhe mua më gatua jeta për një 3-4 vjet në këtë komitet. Po s'është vendi ta tregoj tani. Si që banë është kjo godinë, që quhet bibliotekë. Mund të jetë moderne brenda, e tjera, por në vend të gabuar. E këtë godina kështu të zeza, nuk jam arkitekt, flas thjesht shijen time. Ish komiteti i partisë, para ish komiteti i partisë. Restauruar, shumë mirë, është rojtur. Originaliteti lëshohet me qira, dhoma, gjëra, çfarë mundet, biznese, zyra, çfarë mund të bëhet. Ta se mos bresim këtu. Edhe thujmë ndonjë këmbë. Ashtu dhe. Këtu po kalove në vijat e bardha, ndalojnë makinat në mënyrë të prerë, ndryshe gjobiten. Një rregull i tillë mungon në Greqi. Ja dhe baba ushtari i panjojtur. Trimi anonim që simbolizon vërtet luftëtarin për çlirim. Për liri. Paragjykime, vërejtje, opinione, sa të duash, është lëvizur monumenti nga ky vend në vendi tjetër, nga do që është lëvizur, si të ngrej këtë orthjo, vertikalisht ka qëndruar. Edhe këtu, për bukuri është. Rrjedhja e jetës, e ujit, simbolike bukur. Edhe e famshmja pedonale.
të paktën në urojtën ato pemë tanash, mirë të themi, nga që të paktën ka një vend ku të shëtisin njerëzit, pa shqetësimin e makinave. E në rrugisave nuk mundet do të gjenjë edhe vend, si të kalonje. Dhe mund të ndeshesh 2 makina përballë, ku njëra duhet të bënte mbrapa që të kalonte tjetra. Është problem. Po problemi është sepse Korçarët, që sa hapësirë ka qyteti dhe rrugë, të ecësh më këmbë, ka më bukur. Për një kafe që mund të vesh në Parku Rinia apo diku, as 1 kilometër rrugë, të mash makinën. Dhe godina, çka e qëre kjo godinë, u dojq, u poq, u ndërtua, Geniko Proxeniot Celada Skorica, konsulata e përgjithshme e Greqisë. Dhe I famshmi Yorgos Seferis, Proxenos Celadas Skorica, Hiernia Cosa 36, 1937, Nobel Logotechnias, 1963, konsul I Greqisë për një vit. Shumë nderim I merituar. Poet madhështor nga të rallët që I mungojnë në kohës së sotme. E tani do përshëndes, këtë do thoni ju, një adash, se dhe unë jam sekurita, apo unë jam në Greqi, apo ju një policë, më falni. Punojës policie, më falni, edhe, po, ju përshëndes, të kaloni mirë, unë jam sekurita, gjithë mirat. Këtu ka filluar dhe gëzuar pashkët, shkolla mësojnëtore, ta mbyllim me kaq, se sigurisht gjata si shumë. Ju përshëndes nga Korça, sot pres të më vinë nga Durrësi përfaqësues ose vetë botuesi I shtëpisë botuese Printim 2M, të më sjell kopje të romanit tim të ri, Motra e madhe. Kënaqësi, rastësi mirë, mezi pres ta kem në duar librin e ri. Do ta tregoj në rast se vinë, kur të pim kafe, takimin me ta. E një 2 takime tjera dhe pas dite drejt Selanikut. Nesër në punë, pas nesër në punë, të diel në punë. E tillë qita. E bukur. Në vështirësitë e saj, e vështirë në bukurinë e saj. Ju puth, filaqa, nga Korça jonë,